Tani kjo është lagja Nokej, tu ndahet nga rruga e Sheshoj që ishte asfaltuar deri ku erdhëm këtu. Dhe kjo është lagja e vendosur në këtë shpatin këtu, i harlisur nga pemët, por që bie në sy në gjithë këtë gjelbërën e theksuar, domethënë është një ngjyrë shumë e theksuar e gjelbër, edhe bie në sy ky lisi këtu, lisi i verdhë, ja. Dhe do shkojmë të pyesim për lisin e verdhë, i cili është i shënuar si monument natyre, shumë i veçantë. Besoj du të jetë mbi 2 shekuj, po do të pyesim prengen, më kanë sugjeruar prengen që jeton aty, e të na flasë pak më në detaje se çfarë është lisi i verdhë dhe çfarë të veçantë ka ky lis nga të tjerë. Jemi duke kaluar përmes lagjës Nokej, këtu në Sheshoj. Kam marrë sot unë lagjën Nokej, edhe jam të shtëpia prengës këtu, është kulla. Do shkoj për të parë një 2 gjëra shumë veçanta. Është lagje shumë e bukur, këtu në Sheshoj. Meqenëse unë kam shumë dëshirë trashëgiminë, do t'ju sjell një 2 gjëra që janë shumë të veçanta këtu në këtë lagje edhe për mirëditën. Janë vërtet shumë veçanta dhe unë i admiroj ata të cilët ruajnë artefaktet e hershme të trashëgimisë kulturore. Prenga jeton këtu, mes një gjelbërimi fantastik. Është lagje afër rrugës asfaltuar të Sheshojit. Ja, për shkruaj tjetër të bisedojmë atje më afër. Sot kam marrë këtu në lagjën Nokej, në fshatin Sheshoj. Është një lagje shumë e bukur. Unë do t'ju sjell ca filmime edhe nga një pozicion pak më tutje. Dhe kam prengen këtu. Prengen ty të mbaj mend sëmet ke ushtri specialist mekanik, apo? Po. Po sot nuk do flasim për mekanik. Du me fol pak për te që shoh këtu. Këtë lisin e madh. Pra, lisi i verdhë. Unë e kam dëgjuar, e kam pa edhe tek harta e monumenteve natyrore, dhe ky figuron si monument kulture, monument natyrore. Dhe por Afrikë për herë të parë jam pyet. Pse ky ose si e mban mend ti? Si e mban mend? Po them që në moshë vogël fare. Kaç ka qenë apo më i vogël? Jo, ka qenë më i vogël. Dhe gjatë viteve ka duke bashkë me ne. Bashkë me ju. Dhe sipas një studimi që kanë bërë disa pedagogë të fakultetit të inxhinierisë superiore në Tiranë, thonë se është 250 vjeçare. 250 vjeçare. Ndërkohë ky gjithmonë ka këtë ngjyrën e verdhë ka? Dhe ngjyrën e verdhë ka gjithmonë. Sa herë qenë këtu, i nxjerr dhe lena, kokrat e lenit. Leni është më i vogël se sa i lisave të tjera. Se sa i sharrave, i shpardhve dhe gjëra. Shumë interesant. Okej, kjo ka nganjëherë du të jetë në ngjyrë më theksuar, për shembull. Po, kur vjen pranvera fillimisht shumë. Temperaturave jo, po sipas temperaturave. Sipas temperaturave pse dhe lëhajin. Ka fleksibilitet, domthonë sa i përket ndryshimit të temperaturave. Po, edhe sipas asaj. Ja kjo pjesa poshtë për shembull tash nga këto ditë që janë ftofta nga shiu, ka marrë si ngjyrë jeshil. Ka ndikuar. Po, ka ndikuar. Mirë, shiko, në toponimin të hershme, me radhë, për shembull, kështu mbajnë mend edhe pleqë ose çfarë ka pas a thonin pse në mes gjithë kësaj pyllnaje kanë ngjyrën e gjelbër, si e kanë gjithë edhe kjo kështu, e binin përmes ndonjë legjende, ndonjë hipoteze kështu? Jo, këto thonë që dikur një nga të parët tanë ka pas arritë, ka pas shkorrit një degë. Po? Një degë nga dy listë, dhe të gjirin e pashve ka heq dorën
Ja. Mira të parë tonë. E tani, kjo është interesant, tani kjo. Sepse desha me thënë këtë gjë tjetër. Okej, më duke pa një lisi, duket lisi i madh, mund bëj edhe dru shumë, a kupton ti? Edhe në fund fundit kështu janë marrë edhe dru dikur, a kupton ti? Një lis i madh, lieshin se vin lisa duke u rrit, sidomos pyjet e dushut rriten, dihet kjo punë. Dhe nuk e kanë prek. Desha të bëj këtë pyetje pse nuk e kanë prek. Shkaktari kryesor, Ha. ky ka qenë. Po interesant sepse janë vetë njerëzit që ndërtojnë disa legjenda, mendoj unë, a kupton ti? Po kjo legjenda është shumë e bukur. Pra e kanë pru kështu edhe tani ajo legjend E runës. ka qenë qeni roje, domethënë e ka rujt. E ka rujt. Se e di pse them. Është shumë interesant. Po të marrim Namshet. Mu ka që tek manastiri, tek qaf Namshet që në gjithë është sipër me shku për Fushlugjë, mu aty kanë qenë 6 ultin të famshëm, 900 vjeçar që erdhën nga Padova, benediktint e Padovës. Pra ishin ultit si thush që lidhej kulti i besimit. Se unë nuk besoj, kjo është thjesht legjenda, por nuk besoj që kjo lidhet me kultin e besimit. Gjithsesi, përgjithsisht edhe robujt, edhe pemë të larta që janë bërë të vendet e kuvendeve, Mjedita është shquar për to, po kuvendet e famshme janë bërë në razë të pemëve. Pra gjithmonë ku ka pas kuvendet edhe shpali, janë 600 vjeçar atje. Pra janë vit jo 250, po edhe 600. Ato ishin 900, apo ndi? Dhe ajo që po më thu mu këtë, se si është rujt, është shumë interesant se edhe atje. Derisa ka ra ultini i fundit, që ka ra atje, dhe kam një fotografi me Marin Memën, ku kemi folja të herë atje, bashkë me Marinin, dhe derisa ka ra, krejt u bën ra, u pren bjeshket e Namshetit, ato nuk janë prej. Është interesant, se që ai ka rujt. Frika mo, frika i runë, vreshtin e runë frika. Fjala vjeva. Po shumë interesant, edhe domethënë tani kjo a është i pikë referimi fjala vjen njerëzit që për të ardhur tuk e nogët e për ta kështu e shohin si pikë referimi. Po dhe tani jo aktualisht sepse aty në Fokullës kanë ardhur dhe kanë bërë me sa një filmim e kështu. Kanë ardhur datat e fakultetit, kanë bërë filmimet, kanë bërë të gjitha. Dhe dhe tani realisht nuk ka pas, për vetë ato të fakultetit të inxhinierisë pyjore. Po. Shumë bukur, njerë ky që ka i sigurt se hala ju të një frikë unë e krahut prep. Okej. Se kjo është edhe ky edhe ujvara, dhe një ujvarë Ku ka, shumë e bukur. Po, është ujvar. Atje për te? Po, është matane, shumë e bukur. Është e bukur dhe ajo? Po, është absolutisht shumë Pra e bukur. lagjën ndoge, të gjesh monumente të tilla, për natyrore është fantastike. Nuk është larg nga Rrësheni, rruga vjet shumë mirë deri aty. Afër shmangësh për aty, vjen e shefte. Prengë e keni këtu se prengë tani nuk rrin në Tiranë, apo prengë? Jo. Edhe vjen këtu. Tani këtu e kemi më afër prengë. Po. Se jam me Fatjonin këtu me prengën, o prengë. Po shiko tash këtu. Ja. Ky është ai trungu atje. Edhe i herë këtu. Pas ka urthën të. E ka pas... Se ja si duke dhe pjesa e vjetë ashe e kemi pas prej, pa të mpastruhe, se gati që duke e mytë. Vetë ti e ke pastru? Po, e kemi pastruhe, të urthën e kemi prej, ja si janë thënë, ka fillu prapë të regenerohet. Po pra, e shof. Atëherë do më në kjo do ka mbajnë në kujdes. Po, absolutisht, po, me kënë kujdes, që unë i kam pas këthu vine ujtit dikur. Si i kthesh vine ujt për më ardh ujt që tu... Si pra është teme. Jore, edhe kështu vetëm që trinte kështu, kishe ju ujitur, ha? E qa kujdesi, pikërisht sepse shiko ti e ke normal që edhe njohja, po prapa ajo legjenda e krahut. Normal që ajo. Ajo shumë e bukur, ja. Ajo e ka. Ja tani kjo është mirë që me tu ka mundësi të jetë një rrugë, më bëjnë rrugë që edhe të vizitohet edhe të shihet. Një gjë shumë e bukur. Ja, lisi i verdh. Shumë faleminderit për informacionin. Faleminderit ju për ardhmën. Është kënaqësi që pranë këtij lisi akoma është kulla. Jeni ju që rrini këtu, së bashku me lisin. Shumë e veçantë kjo. Okej. Nga këtu nga Lagja Ndoke.